Shpresoj që mos ta kesh shumë vap aty, po shpresoj ose po uroj që je në teatrin Dodona me gjasa, po? Po, në teatrin Dodona. Na trego për përgatitjet. 17 vjet nuk janë asesi pak, po e di që vetëm mas viti shumë sfida për me majnë gjallë fillimisht festivalin, po edhe diçka që e pasuron kulturën tonë, sidomos gjatë muajve të nxehtë të verës. Po është e vërtet, ne jemi në edicionin e 17 me radhë festivalit ndërkombëtar të monodramës dhe jemi që 3 ditë me një mori aktivitetesh të shumta. Kemi pas hapjen solemne së bashku me aktorën nga Bosna dhe Hercegovina, e cila ka bërë hapjen e festivalit. Pastaj kemi vazhdu dhe me shfaqjen nga Islanda, e cila ka qenë për herë të parë tek ne. Nga këto 17 vite, pra kemi një trup, kemi një aktor të mrekullueshëm që përfaqësoi Islandën dhe kulturën nga atje. Ndërsa sot e kemi pas një ditë mjaft të ngjeshur, ku kemi pas monostrifin dhe monoperformancën si aktivitetet si kategori të veçanta të festivalit, ndërsa tani sonte në mbrëmjen e tretë në teatrin Dodona jemi në përgatitjen e premierës së festivalit, komedin Jo dhe aq pleq, ku është premier speciale për festivalin, që është i kategorisë Monark Plus, shfaqje Musafire, e cila nderon festivalin. Këtu jemi në regji të Mirak Zhëlberaj dhe regji timen. Kështu që ishim edhe me punëtorinë teatrore, gjithësisht me ligjëratën speciale për koreografisën e udhëheqi Ana Mazur. Në ditën e dytë, nesërmen fillojmë me shfaqjen nga Rumania. Pastaj vazhdon shfaqja tjetër me një aktoret mirë njoftën nga Greqia, Gjorgja Zoj. Përfundojmë me Vefi Redhin, domethënë me një aktor të mrekullueshëm nga Shqipëria, e cila përfaqëson është bashkëprodhim edhe me Kosovën. Post kësaj ne kemi edhe shumë vizita të institucioneve tona, mandej të trashëgimisë kulturore, të bukurive tona të Kosovës. Pra kemi një javë artistike mjaft të ngjeshur, ku teatri Dodona dhe skena Fakultetit të Arteve është përplot me aktivitete, ku njëherë do të kemi edhe konferencën për zhvillimet e monodramës në botë. Zotë Zhëlberaj, besoj që vetëm mas vitit është pasuru kështu monoakti, edhe e di që keni mysafir të ndryshëm, këtë vit i përmendet disa prej tyre, kush mendon që është, po them kështu, e di që gjithë janë të rëndësishëm, po nuk ka lehtë me i bindë edhe për me ardhur, për me pasuru. Ka qenë sfiduese këtë vit? Po është e vërtet, spari ne, edhe se për këtë diplomacisë kulturore, ne kemi 3 shtete të cilat nuk na kanë pranuar dhe që janë pjesë e festivalit, që është Rumania, është Greqia dhe Gjeorgjia. Faktikisht janë 3 shtete të cilat kanë pranuar të jenë pjesë e festivalit, programit zyrtar të festivalit, mirë po të gjitha këto janë të përzgjedhura nga selektoria mjenjore e festivalit, që është Nina Mazur, dhe në juri nga Turqia, nga Emre Erdem, nga Nina Mazur dhe nga përfaqësuesi i Maqedonisë, Goce Ristovski, të cilët vërtet janë nga ekspertët shumë të veçantë dhe shumë të rëndësishëm në rrjetet botërore. Kështu që niveli i festivalit për asnjë moment nuk ka ra, bashkë përkundrazi secilin vjet e kemi rrit, kemi zhvilluar në 4 kategori dhe në shumë aktivitete tjera, kështu që java artistike nuk është vetëm me promovimin e shfaqjeve, që janë konkurrencë për çmime, mirë po është vazhdimisht me aktivitete të shumta, me punëtori teatrore, me ligjërime, me konferenca dhe me zhvillimin e kategorive të artistëve të rinj, që është më rëndësishëm, që është monostripje dhe monoperformanca, sepse ne kemi arritur që monodramën si gjënia më e vështirë ta zhvillojmë edhe tek studentët dhe tek aktorët të rinj, gjë që ka qenë edhe motiv dhe qëllim joni. Kështu që tani Kosova është në vazhdon apo në rrjedhën e festivalive më të rëndësishme ndoshta në botë, pikërisht sepse ka zhvilluar këtë kategori të rive dhe monodrama nuk është një temë tabu e artit skenik si zhanër shumë i vështirë, por është një koncept i ri të cilën e bojnë edhe artistët e rinj, qoftë edhe studentët. Kështu që ne për këtë arsye jemi jashtëzakonisht të kënaqur dhe dim që festivali ndërkombëtar është një ndër më tradicionalet në Kosovë teatror ndërkombëtar dhe është njëri të antarësuar në 2 rrjetet më të mëdha të botës, që është Instituti Ndërkombëtar ITI
UNESCO dhe IMF që është forumi ndërkombëtar i monodramave të botës, ku pikërisht kemi ekspertët prej 2 institucioneve këtu në Kosovë këtë vit. Zotë Zymbelaj, unë falenderoj shumë për këto informacione që nga solle, po tash është vetëm fillimi edhe po shpresoj shumë që të kemi në studio. Këtë ditë ne jemi afër me Teatrin Dodona, kështu që të presim edhe të flasim edhe më në detaje. Ju uroj shumë sukses edhe shpresoj që ju shkon gjithçka sipas planit. Ju faleminderit shumë, faleminderit gjithmonë që gjeni kohë të jeni prezant dhe së bashku me ne. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.